Në Shkodër prej shumë vitesh prania e qenëve ndacak është një shqetësim i vazhdueshëm. Si në rrugët kryesore të qytetit, ashtu edhe në rrugët dytësore, qenët mbeten ende të pranishëm. Madje në disa raste janë kthyer edhe në rrezik për qytetarët. Nisma e Bashkisë Shkodër e ndërmarr 5 vite më parë për ndërtimin e strezës së qenëve në pyllin e Rencës dhe trajtimin e tyre u mirëprit si nga qytetarët ashtu edhe nga organizatat që merren me mbrojtjen e qenëve, por nisur nga situata aktuale në terren, ku sipas vëzhguesve të organizatave jo qeveritare në rrugët e qytetit të Shkodrës enden akoma edhe rreth 200 qenë. Zyrtarët e Bashkisë Shkodër janë të mendimit se duhet ndërtuar edhe një strezë e tretë. Njëkohësisht ata përcjellin mesazhin për qytetarët që të paraqiten pranë kësaj qendre për të adoptuar qenë që dëshirojnë për t'i mbajtur në oborret e shtëpive të tyre. Aktualisht janë diku tek 200 qenë që janë në të dy strezat. Ne jemi në plan për të bërë edhe një strez të tretë që është me kapacitet rreth 100 qenë të tjerë që do futen. Është e nevojshme për qytetin. Ne ftojmë gjithë qytetarët që të vinë, të shikojnë qenë këtu në stre, të afrohen me ta, të krijojnë afeksion edhe ta zgjedhin vetë ata një qenë të cilin do ta adoptojnë. Adoptimi i një qeni ndihmon qytetarët për kënaqësinë e tyre, gjithashtu i shpëton jetën edhe një qeni. Deri tani në këto dy streza trajtohen rreth 200 qenë. Specialistët që u shërbejnë konfirmojnë se ata nuk përbëjnë asnjë rrezik për qytetarët pas trajtimeve që janë bërë këtu, prandaj kushdo mund të paraqitet për të zgjedhur qenin që dëshiron. Zakonisht jetëgjatësia e qenëve është deri në 8 vjet, por janë të shpeshta rastet kur kalojnë edhe moshën 10 vjeçare.